Asi qerekorët nuk ka vanu. Tash kaloj, unë kish një atë të orë, kurërboni miku për pak, që ku erdhi tjetri. Ma punë, ka me pas, sa hypin në përfoguna. Unë për veti që shkajte autoshkolla atje me hyp fëgën, unë kam orbonin që shkajte harku i Verdicës. Prandaj që të javë, falënderës për i ti, janë të ardhë në regull. Në regull, orar, sa dola këtu, me sekonda ka ardhë. Dhe që kam ardhë, një atëherë, për mu ishte gati. Ashtë shumë i regullt, ashtë pranushëm. Knaqën e knaqën. Shumë. Ja, nuk kena pritë se rrallë tjera ja. Aty ardhë mirë, për para kena pritë shumë më mirë. Që nga dita hanë, po funksionojmë me orarë dhe frekuenca 20 minutëshe dhe kjo si iniciativë dhe si shërbim është marrë në një mënyrë shumë pozitive nga ana e qytetarëve. Numri i pasagerëve është shtu, me thënë të drejten, dhe shifet një impakt pozitiv. Përse përket qoftë qarkullimit, i cili është lehtësu edhe nga masat e marruna nga ana e Bashkisë Shkodër, nga policia bashkiake që po monitoron edhe po mundëson që segmentet ku shërbimi i transportit urban operon. Dhe shpresojmë që qytetarët të frekuentojnë sa më shumë transportin publik. Në këto ditë që po operojmë me orare të reja, shifet një tendencë rreth 25 deri në 30% më shumë pasagerë se sa më përpara. Është bë edhe investim përsa i përket strukturave të stacioneve, që të jenë funksionale si me streha dhe me ndenjse. Dhe këto kanë rezultuar dhe këto shumë pozitive përsa i përket impaktit që ka tek qytetarët.